Mirëmbrëma miqtë on televizion, mirëmbrëma dhe ju miqtë on tok. Sonte kam kënaqësinë të kem të ftuar një nga drejtorët e rëndësishëm që ka Shkodra dhe që është drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe që është Ramir Adëri. Ramir, faleminderit. Shumë faleminderit profesor, kështu bund drejtohem, pasi po shumë ke thonë gjithmonë. Lexu shumë shkrime, kam marrë shumë opinione nga ana juaj dhe jam realisht shumë kënaqësi që të jem pjesë e emisionit tuaj dhe të jem pjesë e ftuarve tuaj. Drejtor, sigurisht ju keni një periudhë jo të gjatë, të shkurtër kohë që jeni në drejtim të një institucioni dhe më lejo 2 minuta të bëj të jap një opinion timin. Ti e di, të shi që unë këtë punë kam jap opinione, nga më të rëndësishmit, nga institucionet më të rëndësishme që ne e vlerësojmë, ne shoqëria jam duke thënë, por dhe gazetarët edhe në përgjithësi një lloj shoqërie e kultivume, që jep mendim, e vlerësojmë jo sa duhet. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe institucionet e tij nëpër Shqipëri janë njësoj rëndësishëm mbi fjalës së atyre që ne japim rëndësi spakut dhe policisë, prokurorive dhe gjykatave. Sepse sigurisht dhe ke ajo që ham, ajo që përdorim, ajo që ne rrisim fëmijët që ushqejmë, ka dhe ajo mënyrat e abuzimit edhe të daljes në një si të them tash, gati deri në krim. Dhe për këtë jeni ngritur edhe ju, dhe për këtë jeni dhe ju tash drejtor dhe për këtë më vjen jashtëzakonisht mirë që një djalë si tash je një burrë i rritur, por kur ishe i vogël thosha djalë. Si ti, qytetari mirë i Shkodrës. Ramir, të lutem, më sqaron kush është roli i vërtet i institucionit tuaj dhe pastaj po bisedojmë edhe për ato që kanë problematika dhe ato funksione që ka ky autoritet. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, mund të flasim gjithmonë për pjesën ku unë muloj si titullari i atij institucioni që pata ose kam kënaqësinë që të ushtroj këtë detyrë në qarkun Shkodër, ku mulon 5 bashkitë e qarkut Shkodër, po njëkohësisht mulon dhe pikën e inspektimit kufitar që është pikë strategjike kombëtare, por për fat Hani Hotit e ke fjalë. Hani Hotit, po, Hanit Hotit, ku kemi produktet e importit që vinë, mund të nisi nga atje për produktet e importit dhe eksportit, se ne krymë dhe eksportet të produkteve ushqimore tonë, ku i certifikojmë për dalje është vendit. Po ashtu është drejtoria rajonale që funksionon në strukturën e kontrollit ushqimor, etiketimin e produkteve, licencimin e subjekteve operatorëve të biznesit ushqimor, këshillimin, dhe pjesë tjera kontrollin e subjekteve me risk të lartë që do të flasim vazhdimsi, po ashtu dhe mbrojtja e bimëve, që është një sektor që mulon për qarkun Shkodër ose për zonën e bashkisë Shkodër, ka një rol të rëndësishëm sidomos në zonën e Shkodrës të Dajqit, ku janë produktet eksportuese që ne bëjmë eksport të disa bimëve dekorative dhe është shumë e rëndësishme realisht. Patjetër, ka marrë një zhvillim të habitshëm aty bile. Dhe shumë produkte shkojnë, janë pjesa më e madhe janë eksportuese të vendeve të Italisë, realisht pistoja, të ku bëhet dhe shpërndarja pjesë nëpër vende të tjera të BE-s. Pra shkojnë në Itali dhe prej aty dalin për BE. Shpërndarja, punojnë si tipi fasonerive që sigurisht produktet. Autoriteti kombëtar, ashtu siç kemi bazë dhe biseda, është pjesë e grup kapitulli 5, që siguria ushqimore e Bashkimit Evropian. Që kemi kaluar tani kohës fundit. Kemi kaluar. Qarku i Shkodrës ka qenë pjesë e kontrollave 2 vjeçare, 2 vjeçare që më qëlloj të jem vetë në drejtim realisht edhe të vitit 2025 dhe tashi që e kalova në 2026 Komisionin e BE-s lidhje me produktet që do dalin, me subjektet që ato kanë përzgjell, që nesër do të jenë pjesë e tregut evropian
të produkteve tona që vinë nga ferma në tavolinë, jo mallar të importit, por nga ferma në tavolinë. Aktualisht roli jonë është kontrolli i produkteve ushqimore dhe etiketimi i produkteve ku janë pjesë të tavolinës, ndërsa nga ferma deri në tavolinë mbulon një strukturë tjetër që është AKVMB, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve. Me ndryshimet e reja që bëhen, ndryshimet e reja që presim të finalizohen, sepse me miratimin e ligjit të ri të inspektimit, presim që të kalojnë nga ferma në tavolinë me një cikël të mbyllur të gjithë produkteve vendase. Kjo bëhet që tjetë edhe më shpejt, për njëkohësisht heqjes së burokracitë. Bëhet tjetë më shpejt, ulet numri kontrolleve ndaj subjekteve që ato nëse kontrollit të jetë nga ferma dhe mos kemi dy pol kontrollit në lidhje me produktet ushqimore dhe operatorët e biznesit. Kemi vetëm një kontroll nga gjurmëshmëria e produkteve që të shkojnë nga ferma deri te pjesa e tavolinit për pra nuk kemi me mos kontrollin, po ky kontroll stabilizohet në këtë lloj forme. Dhe nëse ka ndryshimet ligjore të vitit 2024, ligjit të inspektimit, parashikojnë që pjesa kryesorja e inspektimit që do të ketë në fushën e sigurisë ushqimore do të fillojë nga këshillimi, etiketimi i produkteve, paralajmërimi, pastaj në fund do të jenë masat administrative. Pra nuk janë masat administrative në fillim, dhe pastaj gjithë të tjerat mbrapa që s'kan kuptim më. Do ta trajtojmë edhe këtë problem në mënyrë specifike. Drejtor, po mirë, vetë institucioni juaj, ai fizik, ai që është këtu, si është organizuar, çfarë keni, kush është, domethënë, struktura në përgjithësi? Struktura në përgjithësi e Drejtorisë Rajonale të Shkodrës është sektori kontrollit ushqimor dhe sektori mbrojtjes bimëve. Siç e sqarova edhe më parë, sektori kontrollit ushqimor nuk ka të bëjnë vetëm me kontrollin e produkteve ushqimore, apo miratimin e kushteve higjieno-sanitare, kontrollin e kushteve higjieno-sanitare, por ka të bëjnë me miratimin e akteve të kushteve higjieno-sanitare për subjektet. Më thonë, ne shkojmë një subjekt, bëjmë kontrollin fizik të subjektit, miratojmë t'i japim të drejtë që këto kushte higjieno-sanitare të jenë brenda gjitha parametrave ku të shtrojnë aktivitetin operatori i biznesit, po ashtu është licencimi i bizneseve, etiketimi i produkteve, këshillimi, ndërgjegjësimi, që këto realisht kanë qenë pjesë edhe fokusi kryesor, sidomos vitin e fundit, aty ku unë kam ushtruar detyrën që ndërgjegjësimi, këshillimi, takimet me operatorët e biznesit i kam trajtuar pikësparit që ne t'i orientojmë të gjithë drejt përmirësimeve të gjitha kushteve, po ashtu dhe t'i krijojmë kushte më të favorshme dhe konsumatorëve të jenë më të sigurt në lidhje me produktet ushqimore. Si më një veç një subjekt, pavarësisht se i keni thënë që do të plotësosh këto kushte, janë këto rregullore, është ky standard, i thyen ato, ose si e kuptoni që ka abuzim në këtë lloj drejtimi. Nuk du të egzagerojmë, sepse nuk jam specialist i kësaj, por thjesht, intuita e gazetarit tonë që sigurisht që do ketë edhe nga ata që normalisht tjetër gjë thonë, tjetër gjë propagandojnë në tregtinë e tyre, tjetër gjë bëjnë. Është shumë e vërtetë se rëndom ashtu siç kemi biseduar dhe më parë, edhe para se unë të marrë detyrën e titullarit të institucionit, ku realisht e vlerësova shumë, gjithmonë ishe i fokusuar që Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është një strukturë kontrolli që shkon për të kontrolluar disa subjekte, por zakonisht kur e shef dhe kur njifesh me bazën ligjore, e shikon që ndryshon diçka nga kjo punë. Dhe duke u fokusuar gjithmonë te pjesa ndërgjegjësimit, te pjesa këshillimit të operatorëve të biznesit, gjithmonë dhe ato vinë drejt përmirësimit. Operatori i biznesit vjen drejt përmirësimit, kur e këshillon dhe e trajton në partneritet me strukturën, partneritet me
konsumatorin, se cili dënë të shkojnë drejt rregullave. Gjithmonë konsumi çdo vit, paktën bazë të atyre statistikave që unë kam majt, apo analizave vjetore që kam bë, në periudhat njëjta, në krahasim me vite, ka pas më shumë importe, ka pas më shumë konsum. Por nuk mund të them që s'ka pas probleme. Ka pas probleme që jemi mundu t'i trajtojmë gjithmonë brenda legjislacionit, brenda ligjit të ushqimit, brenda ligjit të mbrojtjes bimëve, por jemi mundu t'i trajtojmë, por gjithmonë në partneritet dhe në këshillim, në përmirësim të gjitha kushteve, duke drejtu gjithmonë situatën drejt një zinxhiri trekëndsh, autoriteti kombëtar, operatori biznesi dhe konsumatori. Por ka raste që ka pas dhe masa administrative, ka pas penalizime në masa administrative, por gjithmonë, si thash më parë, paktën për vitin 2025, që është implementu ligji i ri inspektimeve, kanë shkuar drejt reduktimit dhe përmirësimit kushteve të operatorit biznesit. Atë ne përsër që kemi të licencuar, gjithmonë. Sigurisht. Aktiviteti jonë kryesor është në subjektet e licencume, nga zonat që marrim nga drejtoria e tatimeve, po, dhe nga pushteti lokal. Pra, praktikisht, nëse mund thuhet, sa subjekte janë subjekt pikërisht i punës autoritetit? Mund të them që në qarkun Shkodër, operator biznesit ushqimor që ushtrojnë aktivitetin fushën e ushqimit janë rreth 1500 subjekte të licencume. Zakonisht janë bizneset vogla, pjesa më e madhe e tyre janë biznese familjare, por janë operator që në fushën e turizmit, bujtimit. Janë shtuar në momentet e shtimit turistik? Po, operator të... është efekt, ma bërë mendja që... Bujtinat realisht janë shtu, sidomos në qarkun Shkodër, kemi pas një numër të shtumë të operatorëve të turizmit dhe agroturizmit, ka pas edhe skema kombëtare nga Ministria e Bujqësisë që e ka rrit numrin e tyre. Mund të them që relativisht çdo vit ka pas një shtim, jo aq me një bum të jashtëzakonshëm, por një shtim se normalisht edhe kanë shkuar deri të ndërgjegjësimit për shumë arsye tjera që i trajtojnë institucionet e tjera. Jo fiskale që janë drejtoria e tatimeve që ka pas, janë nxitjet e punësimit e tjera, por ka pas numër të shtuar. Janë skema kombëtare që sigurisht janë skema zhvilluese, zhvillimit turizmit të operatorëve të tillë. Me sa kuptoj edhe me sa po më shpjegoni, autoriteti kombëtar ushqimor edhe ju vetë, edhe ata që drejtojnë, edhe kur fjet, kur thuhet si fjalë, nuk në kupton krejtësisht inspektimin, e kanë hek fjalën edhe nga... Megjithatë, teorikisht duhet kuptuar se jeni inspektor, inspektoni, kontrolloni, por mbas bisedës me ju, që do ta sqarojmë edhe tani, është që nuk është qëllimi juaj, po a themi copë tash, gjoba të ndëshkimi, ose si them tash persekucioni, ju nuk jeni një prokurori që jeni fut në kushte penale dhe tash do të bëni namin. Është tjetër gjë, dhe do t'i sqarojmë bashkë, ashtu sikur kemi biseduar. Por pyetja që ndron këtu, më vjen keq që po e banalizoj, po e çoj ide, por në shoqëri kështu duhet kuptuar. Zakonisht ndodh që subjektet ose operatorët neglizhojnë, s'janë të aftë për zbatuar kushte, apo abuzojnë. Si i keni këtë raport midis njërës palë dhe palës tjetër, për t'i dalluar pastaj edhe në inspektimet tuaja dhe në kontrollin që i bëni? Normalisht si pjesa punës dhe kryesorja është inspektimi, fokusi ka qenë inspektimi i subjekteve me risk lartë, që të bëhen bazu subjektet sepse bëjnë dëm në shoqëri, pa tjetër. Grupet e veçanta, që janë shkolla, spitale, kopshte, qerdhe. Ato janë prioritet kryesor i autoritetit për inspektim
dhe krijimi i gjitha kushteve për të pas një Mencat e tyre nuk e di funksioni, nuk e di ka plot. Mencat e tyre janë prioritet dhe kanë kontroll periodik më të shtumë se subjektet e tjera. Po kështu janë restorantet, kështu janë bujtinat, po kështu. Po restorantet ato, por grupet e veçanta. Qartë. Kur kemi të bëjmë me fëmijë, me Po. janë Kopshte, azile, nuk e di diçka të tillë. Atë Eksakt. pjesa më kryesore, ndërsa raporti mes autoritetit kombëtar dhe subjekteve që ushtrojnë këtë fushë shkon drejt përmirësimit në rast se ne jemi të fokusuar, se siç e thash, normalisht ligji ushqimit parashikon masa administrative, gjoba, penalizime shumë të ndryshme shkojnë dhe në vepër penale se dimi sigurisë ushqimore. Po, patjetër. Jo datat e skadence e tjerë, por gjurmëshmëria produkteve që është shumë e rëndësishme që ne dim origjinën e produktit dhe ky ka qenë fokusi jem kryesor dhe mesazhi që unë transmetoj edhe në strukturën ku unë punoj, ashtu edhe besoj se edhe pjesë e stafit ku ushtroi detyrën e mirë kupton dhe bazohet gjithmonë që mos kemi tendenca drejt gjobës, po të kemi tendenca drejt gjurmëshmërisë produktit, ta dim origjinën e këtij produktit nga ka ardhur, ta dim si janë kushtet e përpunimit të produktit dhe të dalim me një etiket të produktit në treg. Pjesa më e madhe e operatorëve të biznesit në Çerk Shkodër nuk janë grumullues dhe stabilimente të mëdha që trajtojnë, por janë biznes i vogël që trajtojmë ne, biznes familjar, që normalisht i kemi çu drejt rregullit se një pjesë e tyre nuk kanë nevojë bizneset e vogla për licencë të përpunimit të produkteve, por kanë kushtet e tjera që duhet dhe standardet e tjera që duhet plotësojnë nga ajo checklista që ne kontrollojmë. Qartë. Checklista e kontrollit tonë është për prodhuesit dhe përpunuesit, normalisht është me 72 pika checklistet që ne kontrollojmë. Kështu është legjislacioni, kështu është implementu pjesa e ligjit, që pjesa më madhe janë marrë nga vendet e BE-s, por janë 72 është për ngjarje, si më thonë. Që të plotësohen gjitha kushtet e kontrollit të sigurisë ushqimore me ato 72 kërkesa që ne kemi. Qartë. Normalisht ka vështirësitë e veta, por gjithmonë në ato kërkesa i kam lënë që çdo subjektit i kam lënë detyrë funksionale dhe është detyrë funksionale që e njeh dhe ligji i inspektimit që të shkojnë drejt përmirësimit me afatet e caktuara, 3 ditë, 5 ditë deri në 15 ditë, siç e parashikon ligji. Pastaj normalisht, nëse nuk zbatohen në bazën e autorizimeve që lënies të detyrave nga inspektorët, atëherë mund të kemi edhe masa më të rëndume që shkojnë deri në bllokim të subjektit. Qasja jonë gjithmonë ka qenë që mos shkojmë drejt penalizimeve të gjobave, më shumë të shkojmë drejt përmirësimit kushteve dhe t'i lëmë afat subjektit përmirësim të strukturës. Të bëjmë një bllokim jo afat gjatë, bllokim të përkohshëm, që trupa inspektuese, kur shkojnë herën tjetër, të jetë mbrana gjitha parametrave siç i ka parashikuar. Dhe në një farë mënyrë ti kesh dalë borxhit pa i vendosur gjobë me njerë. E kuptoj, por ajo që desha të pyes, tash janë disa lloje pyetje që bëhen, po bie fjala po e çoj punën deri këtu. Mund ndodhin që në një supermarket ndodh rrallë, po edhe ndodh. Mbulojnë etiketat, ka mall të skaduar. Dhe në vetë etiketën e dikurshme. Pastaj nuk po pyes më për kualitetin e cilësinë. Ju keni laborator aty në dinin time. Si veproni në këtë rast në kushtet e supermarketeve dhe po themi dyqaneve masive, dyqaneve të mëdhenj në këtë lloj. Pastaj po të pyes edhe për restorantet edhe për ç'ndodh bie fjala ajo pjesë e përgatitjes së ushqimit. Çfarë kontrolli mund të bëj, se me të vërtet
ju thoni që unë nuk kam dëshirë të vej gjop, nuk kam qef të bëj edhe shumë inspektime, kështu që duket nganjëherë sikur edhe duket sikur edhe po të persekuton, them gjithmonë tojza. Por ama edhe pa inspektim nuk mund të veprohet. Pra e kam fjalën. Ç'ndodh kur ju gjeni një bie fjalën supermarket, një diçka të tillë, dhe zbulojmë ne, deklarojmë çfarë ndodh, çfarë marsash merrni. Përveç rasteve kur ka përveç rasteve konkurrencë pa ndershme, mund të them. Sigurisht, Kush po. denoncon për shkak Po. dikën tjetër, përveç këtyre rasteve, që çdo rast që ka të bëjnë me sigurinë ushqimore, qoftë mediatik apo denoncime në portalet Po. të ndryshme, siç është dhe portali jon i autoritetit kombëtar apo në Ministrinë e Bujqësisë apo në Inspektorat Qendror, trajtohet. Është detyrë funksionale e secilit që ushtron këtë lloj detyret apo punon trajtohet me shumë përgjegjësi. Ligji parashikon që produktet e skadume, mund të themi produktet e skadume, nëse evidentohet një rast i tillë, duhet shkojnë drejt asgjësimit, por normalisht ka penalitete shumë të rënda deri në vepër penale për subjektet që Konsiderohet vepër penale. Po, cënimi i sigurisë ushqimore është vepër penale. Penale. Po. Dhe trajtohet si vepër penale, shkon deri në bllokim dhe mos ushtrim aktivitetit. Është masa marra për ushqimet e skadume, për ushqimet me probleme nëse tregtohen dhe evidentohen nga laboratoret tona në marrjen e mostrave. Marrja e mostrave është njësoj si plani i inspektimit, është dhe marrja e mostrave. Mostrave. Po. Pra është detyrë juja. Është detyrë funksionale marrja e mostrave. Është periodike apo e keni kështu? Marrja e mostrave është e përcaktuar me plan vjetor të miratuar nga Ministri i Linjës. Është njësoj marrja e mostrave dhe inspektimi kryhet në bazë të autorizimit. Nuk shkohet 2 herë, shkohet vetëm 1 herë për marrje e mostrave dhe inspektim. Nëse evidentohet që kë marrje e mostrash ka probleme dhe ai vazhdon të tregtohet, atëherë është vepër penale e subjektit. Në më njëhershme merren masa për kthimin në origjinë, një rast ose asgjësimin e produktit. Quhen masa të menjëhershme, bashkëpunuese ndërinstitucionale nga ana jonë tatimeve dhe mjedisit, por janë masat menjëhershme, që nuk tolerohen. Quhen alert ose rafs që shkojnë dhe institucionet përgjegjëse, por është një rasti funksionon në bazë kombëtare dhe ndërkombëtare, që jepet alarmi deri aty. Për mallrat e importuara është ndërkombëtare, ndërsa për mallrat tona të vendit tonë është kombëtar rasti dhe është zinxhiri pastaj që funksionon institucioni në rand kombëtar për bllokim të laboratorit. Po pra patjetër, do e keni në këtë lloj Laboratorit po. Kemi 2 lloj, sa që ta shëroj dhe pjesën e laboratorit. Kemi 2 lloj kontrollesh laboratorike. Qarku Shkodër disponon laboratorin për disa lloj analizash, është mbulon komplet pjesën e veriut, mbulon disa drejtori nga Kuksi, Lezhë, Shkodra, Dibra, e mbulon qarku i Shkodrës për analizat laboratorike, disa lloj analizës, por përveç tyre ka analizat që ne i çojmë dhe jashtë vendit, çojmë dhe në Tiranë te Isuvi, por dhe jashtë vendit në vendet. Ato që si bëni ju, kuptohet që s'keni aftësi laboratorike apo duhet certifikim tjetër? Duhet certifikim nga vendet e BE-s për këto lloj analiza, sidomos për subjektet eksportues që janë në vendit tonë. Do bisedojmë edhe për atë. Në këtë pikë do na folim por unë jam interesuar të flas edhe për një diçka bazike. Si veproni me restorantet ose me këto ambulantët? Dakor, ai ambulant është, por ai mund mos respektojë asgjë përsa i përket kushteve. Se kam fjalën vetëm për thjesht higjienike, kam fjalën edhe për kushtet e ushqimit. Si kontrolloni ushqimin, apo sigurisht kanë standarde ata duhet i zbatojnë që s'bën? Si e mbani në kontroll gjendjen? Është sfidë në vedi realisht tregtimi ambulant. Është sfidë në vedi që është
jam mundu herë mas herë të trajtoj dhe në nivellet tjera, përveç sa më takon mu që mund të them që subjektet e licencume, subjektet me një nipt janë pjesë e kontrollit tonë, por normalisht duke qenë sa shumë sensitive për komunitetin, e kam trajtu disa herë. Është sfidë që dën një përmirësim, dën një nërgjitësim ma parë dën nërgjitësim ajo. Pjesë sepse një tregtar ambulant gjithmonë tenton që një produkt ta shesin aty jashtë kushteve, jashtë çdo standardi, jashtë çdo lloj kushteve, por gjithmonë është trajtu dhe kemi pas rast pas rasti, kemi pas dhe bashkëpunime, sidomos me pushtetin lokal të Shkodrës, por ato janë pjesë edhe institucioneve të tjera që ne nuk i trajtojmë, janë pjesë e veterinarisë që duhet nga ferma, nga fermeri që duhet të shkojnë dhe të trajtojnë se si duhet të jenë kushtet për shitjen e produkteve. Jo se s'kam pas ndërhyrje, kam pas dhe ndërhyrje e një ligji se s'mund t'i kalojmë përgjegjësinë se cilit dhe mund të themi që e la autoritet, e la AKU-ja me shitet në rrugë dhe nuk është përgjegjësia jemja, po është përgjegjësia e një institucioni tjetër. I kam trajtu, është sfidë shumë e madhe, nuk e kam marrë si përgjegjësi 2 pika kryesore realisht për 2026, në qoftë se 2025 kam mbyll vitin dhe kam thënë që do të kaloj FVO-n me subjektet që janë prodhues dhe përpunues në qarkun Shkodër, kam 2 pika kryesore 2026 në tregtimin ambulant dhe importin e mallrave nga pika Hani Totit, janë 2 kryesore që i kam sfida për 2026 ose për atë shko sa unë të shtroj këtë detyrë që do t'i trajtoj me shumë përgjegjësi. Kam gjetë bashkëpunime, nuk mund të them, kam gjetë bashkëpunime nga policia bashkiake, strukturat e bashkisë. Patjetër, se ju thua dhe sigurisht. Ka nevojë përmirësim. Ka nevojë përmirësim, presim në bazë të investime, është bërë një investim, sidomos tregu i rusit është më problematik aktualisht. Tregu i rusit është bërë një investim në tregun e rusit për përmirësim kushteve. Do të bëhet është pjesë e investimit dhe markata e rusit që ka probleme. Aty gjithë janë tregtar ambulant. Nuk është asnjëri që tregton me një numër njëptit. Zakonisht, sipas zhurmueshmërisë dhe njeket për atë sa më lejon ligji për trajtimin e këtyre gjanave, me kam njek zhurmueshmërinë dhe kur kemi pas raste mi marrjen e mostrave që dash me e marrë në tregun nga një subjekt, kemi pas edhe bllokim dhe asgjësim të produkteve. Është e rëndë ndoshta për një tregtar ambulant shumë. Shiko, unë nuk qoj problemin për të goditur tregtarët ambulant dhe nuk qoj problemin se ata abuzojnë. Problemi qohet këtu, në një farë mënyrë në qytetërim dhe në demokraci funksionon futja në çështjet e standardeve dhe të legalizimit të çdo lloji gjëje. Është e sigurt ajo që sapo sqaruat që duhet ndërgjegjësimi, por është e sigurt edhe kjo tjetra që në një moment që një tregtar ambulant bën një gabim, i qëllon që të bëjë gabim, nuk do ta bëjë, por e bën, paguhet shtrenjtë në opinione dhe paguhet jashtëzakonisht shtrenjtë. Mirë, po kur vjen puna pastaj për tu akuzuar, nuk akuzohet vetëm një person i vetëm aty, po akuzohen gjithë strukturat e shtetit që e kanë lënë atë personin për me shit në këtë lloj mënyre. Dhe pastaj fillon rrjeti, fillojnë Facebookut dhe fillojnë do të thënë licenca për të delegitimuar çdo gjë dhe për të çarë gjithçka. Në përgjithësi shoqëritë jo shumë të zhvilluara kështu funksionojnë. Pra ne ta bëra pyetjen jo se desha që me qëllimin që të kujdesit e jo të shkatërimit të ambulantëve, aty mund të ketë burra dhe gra shumë të mirë që punojnë, por një moment që bën gabim paguhet jashtëzakonisht shtrenjtë. Drejtor, kur çojmë edhe marrim mall në harin e Hotit. Shiko, desha futemi në kompetencat e AKU-s kur për shembull do eksportojmë domate, kastraveca jashtë, peshk, ku diun, portokalla. Çfarë kontrolli bëhet, domethënë normalisht futeni ju apo ka dhe autoritetet tjera që ndërhyjnë.
Me kuptimin, pati një dy skandale më përpara që kanë shkuar një X produkt I cili sigurisht ishte pastaj u vërtetua që ishte një produkt I cili ishte fryrë me hormona, nuk e di, me kimikate. Ju keni ndërhyni këtu në këtë rast, apo keni diçka tjetër për të kontrolluar? Në pika e inspektimit kufitar kryen për inspektorët që janë atje në pikën e Hanit Hotit, bëjnë kontrollin e dokumentacionit për produktet ushqimore të importume, por dhe të eksportume. Për pjesën e mallrave të importit, se duhet të ndajnë dy pika. Qartë, edhe hyjnë edhe dalin, sigurisht. Për pjesën e mallrave të importit, aty funksionon e njëjti sistem, I njëjti ligj si drejtoria rajonale, ku inspektori I pikës kufitare me planin e marrjes mostrave është I detyruar të zbatojnë planin e marrjes së mostrave për produktet të cilat janë të përcaktuar sipas rrezikut që kanë qenë më përpara për muaj të caktuar. Mund të them që pika e inspektimit kufitar është në Han Hotit, është pikë kryesore edhe jo vetëm për qarkun Shkodër, por rang kombëtar. Aty sipas analizë vjetore që kisha për 2025, ishin rreth 20.000 kalime vjetore në pikë importit mallrave. Edhe tranzit, por edhe pjesë importit, që edhe tranzit me Kosovën, por edhe pjesë importit. Pra dhe tranzitin me Kosovën e bëni kontroll? Po, aty e kontroll. Pra, që mbaj mend sepse mos ndërhyj për ta heqë mendimin. Teorikisht, nëse është futur një makinë me miell ose me vaj, inspektorët aty hapin, marrin mostrën edhe bëjnë kontrollin? Mostrën e marrin në bazë planit që e kanë përcaktuar ose në bazë dyshimeve. Inspektori... Pra, nuk është e detyrueshme që të hapen gjitha, apo normalisht? Është e detyrueshme që të hapen gjitha, të bëhet kontrolli fizik dhe I dokumentacionit. E I dokumentacionit, patjetër? Nga autoriteti I ushqimit, çdo pikë kontaktit, mund të them pak më thjesht, çdo pikë kontaktit për produktet ushqimore, është autoriteti kombëtar I ushqimit, e merr miratimin për të hyrë brenda territorit shqiptar, pastaj kryen procedurat doganore. Kështu është ligji. Pra, kryen punë ky, masandaj fillon procedura. Kështu është ligji. Sepse një ushqim I pasigurt, nëse inspektori ka dyshime të arsyeshme, se nuk mund të themi që për çdo produkt ai do të ketë dyshime, por dyshime të arsyeshme që I interpreton, ai nuk mund të hyjë brenda territorit dhe do të bllokohet. Në rastet kundërta, nëse nuk bëhet ajo kontrollit nga inspektorët e AKU-s, dhe ka tejkalim, atëherë është në tejkalim kompetencave nga dogana e tjera që janë probleme tjera që nuk trajtohen pastaj nga veprat penale, ligji penal e tjerë nuk ka. Por kështu është rregulli dhe kështu është ajo që rregulli që jo vetëm I vendosur, por kështu thot ligji. Atë e kam kërkuar me rigorozitet, sidomos periudhën pas 2025 që kaloi pika e inspektimit kufitar, ka kalu vërsi e drejt për drejt e drejtorisë rajonale, nuk e kemi pas vërsi drejt për drejt, me ndryshimet e reja që banen, me ndryshimet strukture drejtorisë. U realizua dhe kjo? Jo, e kalunen, sepse kështu mendohet që të kenë ma në kontrol dhe mos t'jenë gjanët e centralizume, se ne kemi mësuar pas në Tiranë gjanët e centralizume. Absolutisht. Por dhe unë pjesën e për sidomos produktet ushqimore, për mua është kryesorja. Aty fillon çdo gjë. Aty fillon çdo gjë, zinxhiri ushqimor, fillon për produktet e importit, aty fillon që na kena gjurmëshmërinë dhe kur zbatohet ky lloj zinxhir punet nga autoriteti kombëtar te dogana e tjerë, çdo gjë është më organizuar. Dhe ne kemi një kontroll më të mirë dhe në operatorët e biznesit, po ashtu dhe nga konsumator që e dim që ky produkt ka ardhur, siç kishim rastin rastin e qumshtit për fëmijë Aptamilit. Ishte produkt importit që kishte ardhur nga Gjermania. Në moment që ato janë kryer procedurë doganore, vendi I origjinës Gjermania kishte kërkuar realisht, kishte kërkuar që kishte dalë atje me probleme analizimit dhe në qark Shkodës kishim një subjekt
subjekt që zbaton gjitha, është brenda të parametrave, por kishin bërë tërheqjen të menjëhershme duke pas zhurmueshmërinë e produktit. Edhe lehtësohet komplet zinxhiri i inspektimeve, se nuk mund zinxhiri i inspektimeve kur mallat e importit janë gjithmonë brenda gjitha gjanave, por edhe kemi ushqim më të sigurt. E kam kërku, kam pas bashkëpunime, kam pas takime si me drejtorinë e doganave, ashtu edhe me drejtorinë e kufinit, sidomos këtë muaj që e kam marrë, muajin shkurt e kam marrë pas analizë 2025, kam kërku dhe e kërkoj që të zbatohet ky lloj zinxhirit. Autoritet kombëtar i ushqimit, dogan të jenë bashkëpunim të vazhdueshëm. Çdo produkt ushqimor të kalojnë këtë zinxhir, të kalojnë këtë lloj kontrollit për cilësinë tonë, për jetën tonë, për të mirën e përbashkët. Drejtor, në perceptimin shoqëror, vjen keq, është një opinioni jeme, nuk është se këtë mund mos ta merrni kështu me vërtetim, plotësisht ashtu si e them unë. Por në perceptimin mediatik, që ju e dini shumë mirë, shpeshherë egzagerohet. Perceptimin politik, opozitar, që sigurisht shpeshherë subjektiviteti i jashtëzakonshëm. E shumë perceptime tjera, siguria ushqimore është problematike e madhe. Domethënë, po të dalësh tash të pyetësh në 10 njerëz, 8 përgjigjen jashtëzakonisht keq a priori, kupton, për sigurinë shoqërore, për ushqime, jo thjesht skaduar, por ushqime këqija, ju thonë. Pastaj, se kush është e keqja duhet me e marrë edhe me studiu pak edhe shkencërisht, ose profesionalisht. Për ju, dhe ky nuk është çështje, domethënë, ky moment, ose kjo pyetje për mua nuk është çështje opinioni për ju, po çështje percepcioni tash që je drejtori. Nga 0 deri ke 10, çfarë sigurie ushqimore kemi ne në vend? Domethënë, ku jemi me sigurinë ushqimore? Profesor, realisht duhet të jemi qartë dhe duhet të jemi të ndërgjegjshëm që siguria ushqimore është shumë sensitive për njerëzit. Sigurisht. E fillova... Edhe alarmohen, egzagerohen. Alarmohen, por e fillova të mallrat e importit, ato mallra importit hinë për farmacitë bojësore që rëndohë me qujnë pesticidet, kishte me pesticide. Aty hinë produktet ushqimore, aty mishi, aty midhi, aty misri, aty ushqimi për kafsh. Dhe aty për mua është kontrolli kryesor dhe aty fillon perceptimin tim, aty fillon puna e AKU-s. Aty fillon puna, sa të sigurt jemi ne trajtimin. Gjithmonë rritja e konsumit, rritja e importeve, rritja dhe e eksporteve, ka dhe ma shumë probleme. Unë e di atë punë se ka dhe ma shumë probleme, se po thojmë na, në qoftë se për vitin 2025, qarku Shkodër, pika Hani Totit ka pas 20.000 importe dhe ka pas 5.300 certifikata eksportesh për produkte që kena çuar jashtë. Krahasu me 5 vjet më parë, kanë qenë gjysma këtyre. Janë 50% më pak. Më thonë, edhe rritja e konsumit, tregtimi, përpunimi etj. Ka qullen në rritjen... Sa më tepër shohet shoqëria konsumiste, aq më problem është, ashtu është e vërtet. Mund të them që ka raste konkurrencë të pandershme, që për shkak konkurrencë ka dhe mediatike, më shumë ka një bum mediatik midis palëve, sidomos për ato tregtarët e muaj, se pjesa e tregtarëve të vegjël nuk kanë, pak janë me... E ke fjalën për shumicën, ata grosistët pa? Për grosistët. Por në shtrimin e aty në detyrave, mundohem me thonë që të paktën të vëmë një gur themelit që të rrisim sigurinë ushqimore për njerëzit, për fëmijët, për gjithë ato. Por gjithmonë nuk mund të them sakt përse sa mund të jetë. Për mua është
rritë siguria ushqimore, se mundohem me përkushtim bashkë me stafin, kur vetëm. Sigurisht është rritë kontrolli, është rritë. Bashkë me stafin mundohem me kenë një përgjegjshëm detyrat e mia funksionale, por gjanat nuk janë të prejme që këtu është bërë çdo gjë mirë dhe kanë me gjanat. Kemi drejt përmirësimit, ashtu siç e thash dhe më parë, tregtarët ambulant i kam sfidë në vedi, i kam sfidë që i kam trajtu dhe me shumë institucione, mallet e importit, i kam sfidë. I trajtu pak më parë për problemin e pesticideve, të produkteve tona, në qark Shkodrës për aq kontrole sa është bë nga blegtar që i trajton veterinaria, por dhe nga kontrollet që kemi bërë në këtë qark nuk kemi pas probleme të pesticideve, kanë qenë lushnje, realisht ka pas probleme, por veprimet tona janë ndërmarrë nëse një ngarkesë ka ardhur nga sistemi RASF, që është me metje pesticide që ka dalë mbi normat e lejuara nga i shtet, veprimet tona duhet të jenë menjëhershme, që nëse ajo magazin operatorit biznesit ka produkt, atje duhet të jenë menjëhershme që unë si autoritet, unë si kryeinspektor, unë si drejtor jap njoftim menjëhershëm që të bllokohet ajo magazin, për pikën e inspektimit që muloj që ky produkt mos dalë në treg, ose në rast që ka dalë në treg. Prishet ky lloj bashkëpunimi ngaherë, drejtor Ramieri, apo funksionon? Keni, domethënë, ideja është e tillë. Funksionon gjithmonë bashkëpunimi me disa institucioneve në këtë pikë, apo ngec? Për aty ku unë kam trajtu disa raste tilla, nuk kam trajtu disa raste, jam mundu në mënyrë më të përgjithshme, të mundshme, duke e marrë vedin rrallë parë si qytetar. Sigurisht. Punoj si AKU-s, po bëhet keq mu, po i bëhet keq qytetarëve, absolutisht. E kam marrë këtë përgjegjësi qytetare në rrallë parë. Eksakt. Dhe jam mundu që të kryt funksionin të detyrën të jam funksionale në atë mënyrë të menjëhershme dhe të vënë dispozicion qoftë infrastrukturën e punës, inspektorët që shkojnë dhe të kryjnë bllokimet, siç janë procedurat e bllokimeve, siç e parashikon ligji i inspektimit. Deni 46 se kam mësuar përmend pjesën e bllokimeve, për këtë raste kam mësuar dhe e di kështu në mënyrë të prejmë masat e menjëhershme për bllokim. Raste kemi që kemi trajtu, kemi raste që kanë shku me bllokim, kemi raste që kemi kthy në origjinë, kemi raste që kemi shku drejt asgjësimit. Një rast mallarve të importit, kemi pas rastin e misrit, ushqim për kafsh. Ka qenë një ndër gjanat më të vështira që unë e kam trajtu për periudhën time ku jam këtu. Rasti i misrit ushqim për kafsh me origjinë nga Serbia. Dhe ka pika kufitare e hanit totit është kryesore për shpërndarjen në tregun kombëtar. Pasi morë me një njoftim, ajo ka qenë nga marrja mostrave nga një subjekt përpunues i qumshtit, është marrë një mostër, ka dalë me prezencë. Atëherë ke marrë njoftimin? Jo, kam marrë njoftimin dhe kam bërë njekja origjinës, ky zinxhir që thash, dogana, AKU-ja dhe dogana, duhet kenë këtë zinxhir, atëherë kam blloku pikën e inspektimit kufitar, që thonë me urdhra dhe me udhëzime që vinë nga ministria, linjës dhe drejtoria përgjithshme. Kemi bërë bllokime të misrit, kemi qenë drejt asgjësimit dhe pjesa operatorëve të biznesit, me që ishte pjesë që ishin importues në qarkun Shkodër, në pikën e Janit Hotit, kam pas dhe takime me ta, që kanë shku deri në pikë që bllokim dhe mos marrje më produktit me origjinë nga Serbia. Ishte një në rastet më sensitive, realisht, se ishte ushqim për kafsh, nga kafsha të transmetohet të njerëz human. Ishte edhe periudha festave, se edhe ngarkesa punës është më e madhe në periudhë festat, jo turizmi, jo bashkëpunime që do të kemi me spitalin rajonal, se mos kemi helmime nga produktet ushqimore, jo
shumë gjana dhe aktualisht e kam. E bashkë me punojësit e mi ka shku drejt stabilizimit të situatës ku produkti ushqim për kafshë së Refugio nuk është më në origjinë nga Serbia, po është nga vende tjera që nga Kroacia pjesa më e madhe, paktën për sa më lën tregu jonë vendas i Shqipërisë, ai produkt ka ardhur aty, është bërë analizimi çdo lloj ngarkese që ka ardhur aty. Çdo lloj ngarkese kam marrë dhe kam gjetë bashkëpunim kryesor, sidomos me ndryshimet që kanë ndodhur në institucionin tonë, drejtorisë përgjithshme, ashtu si zhvendosi dhe kalimin e pikës inspektimit kufitar në varësi të drejtorisë rajonale të Shkodrës dhe gjitha pikat e inspektimit kufitar. Mund të thënë që këta janë dy sfidat e mia kryesore. Importet e madheve dhe tregjet ambulant për aq kohë sa unë të jem pjesë e drejtimit të këtij institucioni. Këtu jena deri në këtë pikë pjesa e APU-s. Edhe jam i qartë për sa i përket edhe vullnetit tuaj drejtor. Pretendoj të ju njoh si karakter, si njeri, si që thash edhe në fillim, si djali mirë i Shkodrës. E fundit që desha të pyes është raporti me qytetin. Sigurisht që ti një nga ata njerëzit edhe të angazhuar në qytet, i angazhuar edhe politikisht, por si qytetar i Shkodrës. Si e shikon Shkodrën e sotme dhe në raport edhe me punën që po bëni tani. Një Shkodër e cila sigurisht ka pësuar një ndryshim edhe kjo është e qartë që ka pësuar një ndryshim. Por në syrin e një personi, një qytetari ekzigjent që ka kërkesa për qytetin e tij, si e shikon sot edhe pastaj edhe një mendim drejt çfarë Shkodër po shkojmë, çfarë po bëjmë me Shkodrën e sotme. Profesor, ta mbylli pjesën e Patjetër. Kombëtar me Patjetër. Që e para Shkodra i herë do të kthehet në një qendër veriore për sa i përket sigurisë ushqimore. Jemi në fazën e projekteve me Bankën Botërore për realizimin e një magazine sekuestër të madhra. Është shumë e rëndësishme. Falë bashkëpunimit dhe falë iniciativës realisht kryetarit të Bashkisë Shkodra aktual, kryetarit të Bashkisë aktual. Pra, është investim që bëhet posaçërisht për ju. Banka Botërore, por iniciativa dhe mbështetja kryesore është Bashkia për dhënien e tokës në funksion të realitetit. Krijimi i kushteve laboratorike. Strukturore, infrastrukturore, patjetër. Krijimi i kushteve laboratorike të tjera për sigurinë ushqimore që të jetë qendër veriore që mos shkojnë as produktet të analizohen dhe të kryen të gjitha llojet analizave në rajonin, në komplet rajonin në qytetin e Shkodrës, po ashtu dhe pika e inspektimit kufitar, do të krijohet një magazin doganore për produktet nëse ne do të bllokojmë produkti jetë i bllokuar magazin doganore dhe mos hyjnë brenda territorit shqiptar atje. Janë pika kyçe që Shkodra do të jetë kryesorja për sigurinë ushqimore dhe do të tregtohen dhe do të analizohet çdo produkt vendas. Kjo është njëna pikë, pjesa tjetër është Komisioni Evropian për subjektet që kemi eksportues. Kemi rrit numrin e subjekteve. Kam gjetë me një numër më të ulët, kemi rrit përsëri nga Komisioni Evropian, domethënë çdo vit kemi pas një progres në këtë aspekt në qarkun Shkodër, që kemi ardhur në rritje të numrit të subjekteve. Nëse në qarqe tjera ka pas, po thonë as qark i madh është edhe Elbasani ka pas një regres që nuk ka rrit numrin e subjekteve eksportues
se në fund krejt çdo punë që ne bëjmë matet këto. Pa tjetër. Sa e rrisim ne numrin e subjekteve eksportues, sa të sigurt të Komisioni Evropian në lidhje me ne, Komisioni Pra nëse ke pas 10 edhe sot ke 15, kjo është një arritje. Absolutisht. Ato e vendosin vetë, ne çojmë numrin e subjekteve, ata thonë që do të kontrollojmë filan subjekt, gjithmonë pjesa e stafit ku unë punoj me ta, ku bashkëpunoj me ta, kanë qenë shumë aktiv në këtë realizim, në kësaj detyre që për mu ka qenë histori suksesit, tash 2 vjet që jam në këtë institucion dhe e gjej rastin mi falenderu për bashkëpunimin dhe për punën që kanë bërë. Ndërsa për qytetin e Shkodrës, për bashkinë dhe për punën e bashkisë apo se si ka ecë qyteti i Shkodrës, profesorin kam qysh se jam qenë maturant gjimnast të 28 nëndore, kam kërku që të vinë një ditë që mund të themi që në Shkodër është bë këlloj progresit. Është bë një lloj progresit, mund të themi që unë si individ, si qytetar, si shkodrancët kur isha maturant që isha më i ri se sot më prend 2 fëmijëve që faleminderit. Kam kërku gjithmonë ndoshta jo atë revolucion që mund të themi që mund të ndodhin të qytetit, po këtë progres që o do të me ardhë një ditë. Jo se unë si i majtë, që që i vedin i majtë, duhet që këtë qytet me drejtu të majta, por duhet që këtë qytet ketë atë vendosmëri të ecin përpara me shumë qytetari, me bashkëpunim midis jëtë majtë, jo të shifet si pengit majtës e djatës, pengit majtës e djatës, po përtej këtyne. Eksakt. Përtej të majtës e djatës, me shumë qytetari vetëm tjepet zhvillim, unë kam vendos gjithmonë përsër. Kam lind në këtë qytet, jam rrit këtë qytet, pa ashtu edhe 2 fëmijët e mi janë lind dhe besoj që këtë qytet duhet i shërby me aq qytetari dhe dinjitet këtij qytetit. Ashtu siç ju që në këtë qytet po jepni shumë, se unë i lexoj gjitha pjesën më të madhe të gjithë opinioneve dhe këtë qytet me kryetarin e bashkisë aktual duhet të ketë këtë lloj progresit dhe unë do të jem gjithmonë mbështetje të gjitha aspekteve për aq mundësi sa kam si qytetar i këtij vendi. Doktor Ramiri, e para të falenderoj për atë qytetarin i cili kontribon sot në një nga vendet më të rëndësishme që është autoriteti kombëtar i ushqimit. Ne mase edhe si media nuk e vlerësojmë kaq shumë, por bëjmë gabim që nuk e vlerësojmë. Është kollaj të kritikosh edhe kollaj të akuzosh, por është pak më vështirë të dish kush është problematika edhe si të veprosh. Është e mira që të vlerësojmë faktet edhe njëkohësisht të vlerësojmë edhe punën. Të vlerësoj për kompetencën edhe njëkohësisht për seriozitetin që merr për punën. Është e rëndësishme kjo që për njerëzit që drejtojnë, kanë marrë përsipër të drejtojnë një vend. E sidomos për një ndjeshmëri të tillë kaq të madhe. Të vlerësoj për punën që bën, Ramir. Vlerësoj shumë për këtë punë. Të uroj sukses. Faleminderit shumë dhe shumë mirënjohës për ftesën që më keni bërë. Po tjetër, do kalojnë edhe kolegë këtu të gjithë këtu do flasin për të kuptuar që nuk i kemi armiq institucionet. Nuk janë armiq tonë, përkundazi janë miq tonë, edhe duhet bëjmë punën e tyre. Ka vend edhe për t'i kritikuar, ka vend edhe për t'i akuzuar, po ka vend edhe për të treguar se çfarë pune po bëjnë. Të falenderoj që ishe sonte me mua. Faleminderit. Miqtë On Televizion edhe miqtë On Tok, ky ishte takimi me drejtorin e autoritetit kombëtar të ushqimit, dega e Shkodrës, qarku Shkodrës, që është Ramir Aderi. Jo takim të premten tjetër, natën e mirë.